sepse Izraeli ka dhe problem mbijetesë, nuk e ka vetëm problem çështje politike, dhe kjo është arsye pse situata e brendshme politike në Izrael është shumë e tensionuar. Spaku luftrat të cilat i mbaj mend këto 50 vitet e fundit, SBA asnjëherë nuk ishin kaq vetëm në luftë kulla. Kishim spaku Afganistanin, pastaj në Irak, gjithmonë kishim SBA-n me një aleancë të shteteve. Këtë herë sikur nuk ka askë afër përveç se Izraelit. Në kohën e Kinës, këtu ka një element, pra kujtohet kur presidenti Bush vizitoi Shqipërinë para anëtarësimit të Shqipërisë në NATO, edhe para shpalljes së pavarësisë Kosovës. 2007 ka qenë. Në rrugët e Tiranës ishte vendosur kudo një shprehje proud to be partner, pra krenar që jemi partner. Pra ne 3 milion partner me fuqinë më të madhe të botës, gjë që tregonte se sa qesharake do ishte kjo gjë, sepse nuk mund të jemi partner. Në rastin më të mirë ne mund të jemi diku aty në obor, sepse e tillë siguria dhe kjo gjë po e tregon. De facto kjo luftë po tregon që ekzistenca e NATO-s në 77 vjetorin e saj ka arritur në një pikë që o do shkrihet ose është detyruar të revolucionarizohet. Kështu siç është nuk ka arsye pse të ekzistojë më. Kështu që më kujton atë shprehjen e famshme të Shqipërisë komuniste që thoshte ne dhe Kina Motor jemi sa gjysmë e botës. Jemi në kushtet kur fuqitë më të mëdha të botës ushtarake më të mëdha të botës janë shumë të gjitha shumë të fuqishme se sa Evropa. Po të bëj një pyetje shumë koncize. A është e mundshme sot Bashkimi Evropian të bëjë 1 milion ushtarë? Ata e pranojnë vetë që nuk është e mundur. Atëherë si do vazhdoj kjo gjë? Pra çështja është që në kushtet kur në kufijtë e Evropës kemi një vend që ka 1 milion e gjysmë ushtarë, kushtet që kemi në kufijtë jugorë të Evropës, Izraeli për të mbijetuar vetë, sepse Izraeli ka dhe problem mbijetesë, nuk e ka vetëm problem çështje politike, dhe kjo është arsye pse situata e brendshme politike në Izrael është shumë e tensionuar. Ka nga 300 deri në 500.000 rezervistë. Pra Izraeli është një vend shumë i vogël se sa vendet e BE-s. Nuk qëndron logjika me ne, jemi larg realitetit, dhe në anën tjetër kemi Turqinë. Turqia është në gjendje të bëjë 1 milion e gjysmë ushtarë. Ta gjithë bashkë nuk i bëjnë dot 1 milion ushtarë, dhe ku është problemi? Ka një problem të brenda. Dhe dobësia e Amerikës ka ardhur në vite si rrjedhoi e faktit që edhe Amerika ka shkuar me këto logjika që po ja se duhet, se partneriteti, se duhet të zgjerohemi etj. Ndërkohë pjesa tjetër e botës ka vijuar ndryshe. Ndaj jemi në të pikë. Ta kam thënë shpesh me kur kemi biseduar për Kosovë-Serbi, që Kosovës i duhet minimalisht 1 miliard në vit për mbrojtjen. Kosovës i duhet ketë një ushtri të mirëfillt, reale, aktive, mbrojtëse, e kemi biseduar shpesh. Dhe ju, madje keni kritikuar, keni thënë se një pjesë e kritikëve thonë që duhet ushtria e Kosovës kur ka NATO në kufijtë e vet. Unë ta kam thënë shqyrë që NATO është në kufijtë e vet, por nëse plas një ditë lufta, nuk do vinë fëmijët e italianëve apo të francezëve të vritën për Kosovën, duhet i dalin zot shqiptarët e Kosovës vendit vet. Dhe kjo luftë që po ndodh tash tregon saktësisht këtë gjë që unë kam thënë. Kjo është një doktrinë dhe ki parasysh që Mehmet, atë kusht nuk i jepte Kosovës në vitin 1997 asnjë shans, as 1% të mundshëm që Kosova do të kishte mundësi që në një luftë mundshme me Serbinë, Kosova të kishte sukses ushtarak, apo ndodhte ajo që ndodhi pastaj në 98-99, pasi Kosova ishte një territor as autonom, i shpartalluar, i pushtuar, etj. Ju vetë keni qenë ushtarë i UÇK-s. E megjithatë, nëse nuk do të kishte ndodhur që rinia e Kosovës në fshatrat e Kosovës do të kishin marrë dorë për rezistencë,